Kryetari i komunës Shaqir Totaj bashkë me Drejtorinë e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren sot kanë prerë shiritin e përurimit të rrugës Korobisht-Kabash që tashmë ajo pikë për Kabashi shndrua në një pikë turistike e njohur për te kufive. Kryetari Totaj gjatë këtij përurimi tha se ky është një nga projektet tona që kemi pasur si premtim elektoral dhe jo vetëm kaq, por edhe për te këtyre premtimeve ne si komunë kemi realizuar projekte të rëndësishme. Komuna përmes drejtorisë për zhvillim ekonomik dhe për zhvillimin e turizmit, po vazhdon me investime. Ja tash erdhëm këtu në fshatin Skorobisht, ku po shihet se e bëm përurimin në një rrugë, e cila në një farë mënyrë do të lehtëson jetën në këto treva, do të mundëson edhe vizitorë të tjerë të rastit që ndoshta nuk janë banorë të kësaj lagje, edhe komuna po e dëshmon, po rikonfirmon për kushtimin e vet që gjitha premtimet që kemi dhënë, po edhe aty ku s'kemi dhënë premtime, ku ka nevoja të banorëve, ku ne kemi mundësi, do të japim kontributin tonë dhe në këtë mënyrë do të vazhdojmë, domethënë, edhe në periudhën e ardhshme që të përmbushim premtimet, të kryejmë punë edhe të japim kontribut për ngritjen e standardit dhe kvalitetit të jetës, edhe për zhvillimin e turizmit, edhe për zhvillimin e përgjithshëm të secilës pjesë të territorit të komunës së Prizrenit. Drejtori i Turizmit Ramadan Tarashaj me këtë rast ka potencuar se ky projekt ka vlerën prej 50.000 euro dhe është projekt shumë i rëndësishëm edhe për faktin se tashmë pikën turistike të Kabashit e ka bërë më të afërt. Një rrugë shumë e qëlluar e cila lidh Skorobishtin me Kabashin. Kjo rrugë lidh jo vetëm fshatrat, po edhe turizmin e lidh, sepse Kabash është një jetë që është vend turistik. Kosto është diku 50.000 euro. Edhe është një rrugë shumë e mirë, shumë e rregulluar dhe suksese komunitetit dy fshatrave edhe turistave që të vizitojnë këtë pjesë. Rrugët e këtilla drejt pikave turistike në komunën e Prizrenit tashmë janë bërë shumë atraktive dhe jo vetëm për vizitorët, por edhe për turistë të shumtë.